Një situatë e rënduar është krijuar në Durrës pas rreshjeve të shiut që përfshin qytetin që prej pasdites së të enjtes. Një nga zonat më problematike ka qenë lagja me numër 18 pranë stadiumit. Siç duket dhe nga videot e marra në terren nga Adrianet Televizion, rrugët janë përmbytur dhe uji ka mbritur në disa centimetra, duke arritur deri në lartësinë e trotuareve. E gjithë kjo situatë ka vështirësuar qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve gjatë mëngjesit të së premtes. E njëjta problematik është parë mëngjesin e sotëm edhe në zonën e plazhit të madh. Rruga kryesore në lagje me numër 13 është përfshirë e gjitha nga uji. Si pasojë e bllokimit të kolektorëve në anë të rrugës, uji ka vërshuar deri në afërsitë të trotuareve, duke krijuar një situatë problematike, por jo të panjohur në qytet. Durrësi është përfshirë ditën e enjte nga rreshje shiu dhe erë fortë me shpejtësi deri në 13 metra për sekond, por që nuk ka shkaktuar probleme në portin e Durrësit.